Qysh i përjeton jetën në mes shqiptarëve? Sa i përket anës profesionale, normalisht që kom hasën sfida, veç pse jam... Po, veç i përmendëm, po. Po, shpesher paragjikohesh në mënyrën se si veshësh ose diçka tjetër, po e thjesht munona mi u spjegu gjithve që është pjesë e profesionit, ndërkohë në jetën personale, reale temën nuk është se dalë që ashtu, se është diçka shumë ekstravagante, shumë diçka jashta normales që nuk është asë logjikshme me dalë që ashtu asë në për rrugës ose me pini kafe që ashtu. Jeshtë një artiste duhet jetë edhe pak aktore? Duhet me qenë aktore, duhet mi përfshi nështë ka pak krejt profesionet për më përshtat në profesionin e këngëtarës edhe showbizin në përgjithësi. Kështu që këtu fillon gjykimi i parë, do më thënë pamja. Të tjerat normalisht hasën sfida që nuk bën një femën me udhëheq një biznes ose qyshte, ose për shumë këtë i bën kushtet shumë të mira, të punu, unë për shumë i bëj 2 punë, edhe hala njerës të shkruin, do më thonë ca paragjikime tjera, që shemrive të këta që pëmrin me udhëtu ka shpesh. Sepse gjithmonë mrapa është një partner? Po, duhet gjithmonë një partner, a me të bo pagesa, ose babi, ose ku e diun. E në fakt, unë krejt me fortat e mija i kombo krejt qa kombo drisat, edhe falendrona vetës, kështu që nuk është e letë. Si grua, a do t'ishte më e letë me pas një partner në krah, apo është më e vështirë? Si e me? Jo, menoj që është më e letë, absolutisht letëson shumë rrugë, do më thonë edhe monetarisht nështë... A ka qenë direkto, ne? A ka qenë do një periud tjetës Jo, nuk e kom përfshin ato pjesë, unë edhe as babin, as vlaun, as njëherë, do më thonë, nuk e kom shfrytzu monetarisht, babi në fillim e më ka ndimu, edhe e kom po që është një investim shumë i madh që duhet më bo në muzik, edhe kërkën konsistencë gjatë gjithë kohës, do më thonë, me lansku gjana që janë të kushtushme, edhe e pash që për ta është një luks, se nuk janë asë përfshim, do më thonë, në botën e muzikës, kështu që nuk më kanë asë bërgjë me investu, ata kam pas me makryve shkollën edhe unë me vazhdu tutje, kështu që normalisht që kom bo krejt me forsat e mija, asë se kom detyru, asë familje, le mu dikën tjetër. E kuptoj. Qa është dashuria për ty? Dashuria për një mashkull? Dashuria... Dhe sa është e vështirë sot, apo e letë të dyat, me dashuru? Shumë pyetje e mirë, sepse përmes kësaj përgjigje e kësha pas shefe dhe me jap një lloj mesazhi me ato eksperiencat që i kam unë. Dashuria është gjithçka që na duhet në jetë. Pa ta as profesioni, as kur gjohë nuk mund të më funksionu, as pa njerës që i duan për rreth. Qoftë familje, qoftë partner, do më thonë çfarë do lloj dashnie. Normalisht që është e domosdoshme, po as nuk mundet më sforcu edhe nuk bëhet kur gjo me zër. Po mu po më vje kesh për shoqnin e sotme që jena tu përjetu një frym perëndimore që nashta në Amerikë edhe në venet të tjera. është kalu mati, po. Edhe tashtë na një vend që është edhe ka qenë ndër vite tradicional, balkanik, është rikthy me një vend, me një frym shumë internacionale, që nashta as kanë qef vetë në shpitët tëne me u konë që kjo frym, po jashtë në shoqni e bojnë. Qatë shumë ju ka ofru njerëzve mundësi, do më thonë edhe për mes internetit me ranë kontakt me dikan, me pas qasje shumë të leta, me mri gjdo gjë, me qenë gjithçka e qasshme. Krijuara let, do më thonë. Do më thonë shumë është qasje shumë e letë ndaj gjithçkaje, do më thonë është gjithçka rritshme, kur gjohë pa mundur, sidomos ata që kanë anë monetare të fort, halama let i mërin gjanat, edhe që kjo po mdo këtë është i bo, jo vetëm në anën profesionale, po edhe personale, i ka shkatru emocionalisht, i ka vështërsu gjanat, i ka dëmtu shumë, nëse është